Në rend të parë ne i gëzohemi faktit që qeveria e Kosovës po ndon pagën e 13 për punëtorët e sektorit publik, por në anën tjetër me këtë vendim ka bërë një diskriminim të punëtorëve në nivel të Kosovës, pasi që ne kemi thonë se ne jemi dikon mbi 200.000 që ndajmë mjete për buxhetin e Kosovës dhe ne jemi ata që prodhojmë dhe ata që pjesën ndërmuese të buxhetit të Kosovës e mbulojmë me paratë tona dhe në anën tjetër nëse ti ndon mjete shumë ma shumë se sa sektori publik, është një diskriminim i llojit të tillë, me çka këta mund ta bëjë vetëm një qeveri, po thamë në Kosovë se dikun tjetër nuk mund ta bëjë, në vend që punëtorët e sektorit privat për moment janë me paga shumë të ulta dhe me një gjendje sociale shumë të rëndë, në vend që këta të jenë prioritet, ky e ka bënë të kundërtën, sepse po e themi ne jemi ata punëtorët të cilët prodhojmë, përderisa punëtorët e sektorit publik janë ata të cilët shpenzojnë dhe mos të kemi një ironi, ne i gëzohemi pagës 13 për këta punëtorë, por jashtëzakonisht kemi presionet të mëdha nga punëtorët e sektorit privat, pse ata marrin dhe ne jo. Domethënë çka na dallon neve prej punëtorëve të sektorit publik. Po, ne fundit tash po të themi të drejtën, as vetë ata nuk dinë se për cilë punëtor kanë nda, se për cilë nuk kanë nda. Në faktikisht domethënë punëtorët të sektorit publik ku ki ndoshta edhe shumë kompani që janë të sektorit publik të cilët fare nuk ju kanë nda mjete. Si mazgjida gjasa, domethënë këtu ka shku vetëm në administratë, ku faktikisht ata punëtorë kanë punën më të lehtë, dhe po thëmë me një komoditet më të madh se sa ne që jemi për çdo ditë në rrugë, për çdo ditë jemi në ndërtim, për çdo ditë jemi në katën 11-12 duke ndërtuar këtë Kosovë, dhe nuk është diskriminimi i parë që ka bëu këtyre punëtorëve, përsëris diskriminim njerëzor dhe diskriminim, po themi kështu, në kategorizimin e punëtorëve, sepse nëse dikush dash që të parë ta kenë këtë rrugë, dash me pas punëtorë që sado që ndoshta ata mund të thonë që le t'ja u paguën pronarët e kompanive. Faktikisht dhe pronarët e kompanive në gjendje në çfarë jemi një situatë shumë të rëndë dhe unë mendoj që është bërë një gabim shumë i madh. Ndoshta do të korrigjohet që edhe këtyre punëtorëve duhet të ndahen mjete. Me thonë të drejtën, nga e kaluara, gjithherë kemi përfituar vetëm atëherë kur kemi bërë presione, po themi kështu, jashtëzakonisht shumë mëdha. Unë e di që me këta njerëz nuk komunikojnë, me këta njerëz nuk të kuptojnë dhe qëndrimet e veta i kanë qëndrime fikse, çka po themi duhet të themi shkurt punëtorët e sektorit privat të Kosovës. Juve ju takon paga e 13, nuk po ja u jep kryeministri dhe ministri i financave. Ai nuk po e sheh tarësishme, derisa ne e shohim të kundërtën, këta nuk e shohin këtë orientim çfarë ne e shohim. Realisht po, në veçanti punëtorët për shembull që ne kryjmë shërbime pozicionet shtetënore, punëtorët sigurimit, punëtorët teknik, për shembull ta marrim në QKUK dhe në Universitetin e Prishtinës, ne paguhemi nga buxheti i shtetit. Këta punëtorë paguhen nga buxheti i shtetit dhe këta punëtorë nuk po paguhen. Në fakt kemi një presion i jashtëzakonisht shumë të madh, por megjithatë, domethënë punëtorët normal që duhet të organizohen dhe duhet ta dimë derën se ku duhet të bëjmë presion që të mos ndodhin këto gjëra, edhe pse po themi të kaluamën jo që gjithherë jemi dalë fitimtar karshi këtyre udhëheqëve, sepse nuk e kanë detën e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës.